Një ngjarje tragjike ka ndodhur në gjykatën e apelit në Tiranë. Gjyqtari Astrid Kalaja është qelluar me armë zjarri brenda në sallën e gjyqit të apelit në Tiranë dhe ka ndërruar jetë. Po ashtu të plagosur kanë mbetur dy persona që ndodheshin në sallë, babë e birë Ragib dhe Ervis Kurtaj, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Kjo është hera e parë që ndodh një ngjarje këtyre përmasave në historinë e shtetit shqiptar, ku një gjyqtar vritet në sallën e gjyqit. Policia ka ndaluar autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, 30-vjeçarin Elvis Shkëmi, ndërsa i ka sekuestruar edhe armën e krimit. 2 vite më parë, xhaxhai i autorit Xhom Shkëmbi ishte denoncuar nga 31 familje në Shkodër, duke thënë se i kishin marrë shtëpit. Pas këtyre akuzave, ai kishte dalë publikisht në një deklaratë për media, duke mohuar akuzat. Mësohet se ditën e sotme ishte pikërisht kjo seancë që po gjykoheshin në gjykatën e apelit në Tiranë. Pyetja që të gjithë ngrem sot është se si mundet një person të futet i armatosur në sallën e gjyqit, madje të vrasë një gjyqtar dhe të plagosë dy të tjerë. Gjyqtari Astrid Kalaja, i cili u qellua për vdekje ditën e sotme me plumb në zemër brenda sallës së gjyqit, është emëruar si gjyqtar në vitin 1993. Gjyqtari i karrierës Kalaja gjatë jetës së tij ka shërbyer edhe si zëvendës kryetar i gjykatës së apelit në Shkodër, gjyqtar pranë kësaj gjykate dhe gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër. Kalaja u konfirmua në detyrë në vitin 2019 duke kaluar procesin e vettingut, por pavarësisht se kaloi vettingun, gjyqtari nuk arriti të kalojë vettingun e xhunglës së shoqërisë shqiptare.